Qeveria izraelite ka ndërmarrë hapatërinë për zgjerimin e pranisë së saj në territoret palestineze të pushtuara, duke njoftuar projekte të reja ndërtimi në Gaza dhe në Brekun Perëndimor. Ministri i Mbrojtjes Israel Katz bëri të ditur planin për krijimin e 3 posteve të tipit Nahal në veri të Gazës. Këto struktura, të cilat historikisht kanë funksionuar si komunitete me karakter ushtarak, janë parë në të kaluarën si pararendëse të vendbanimeve civile izraelite. Paralelisht, ministri i financave njoftoi akordimin e rreth $400 milion për zhvillim dhe zgjerimin e 10 vendbanimeve izraelite në Brekun Perëndimor të pushtuar. Sipas raportimeve, fondet ishin miratuar nga kabineti qeveritar muajin e kaluar, por vendimi nuk ishte bërë publik. Ndërkohë, komandanti i forcave izraelite në Brekun Perëndimor, General Avi Bluth, gjatë një takimi me përfaqësues të disa vendbanimeve, vlerësoi rolin e tyre duke i cilësuar partnerët në çështje e sigurisë. Deklarata e tij ka ngjallur reagime pasi disa prej këtyre vendbanimeve konsiderohen të palishme dhe sipas legjislacionit izraelit. Zhvillimet vijnë në një periudhë kur Izraeli po përgatitet për zgjedhjet kombëtare të 27 tetorit. Analistët vlerësojnë se zgjerimi i vendbanimeve është bërë pjesë e debatit politik, ndërsa qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu synon të konsolidojë mbështetjen e krahut të djathtë. Në të njëjtën kohë, zërat kritik brenda Izraelit kanë shprehur shqetësime për këto politika. Ish zyrtar të lartë politik dhe të sigurisë kanë paralajmëruar se mund të ndërmarrin hapa ligjor ndaj qeverisë, duke akuzuar atë se nuk po vepron për të frenuar dhunën e grupeve të ekstremit të kolonëve në Brekun Perëndimor. Vendbanimet izraelite në territorin e pushtuar mbeten një nga çështjet më të debatueshme të konfliktit izraelito-palestinez. Shumica e komunitetit ndërkombëtar i konsideron ato të palishme sipas së drejtës ndërkombëtare, ndërsa Izraeli e kundërshton këtë interpretim.